Mi mbrëma shqiptarët e mi, kudo që ndodheni. Sot, ditë e martë, 10 qershor. E di që prisin gjithmonë të reja, pra që është prahapur këtu, me kohë që nuk ka SPAK, nuk ka biro kombëtare. SPAK-u është dashur bashkëdhetar shqiptar, është 24 orë në veprim. Byroja kombëtare është 24 orë duke punuar, duke përfunduar dosjet që t'japi SPAK-u dhe SPAK-u t'japi gjyqtarëve për gjykim. Dashur shqiptar, gjithë arrestime që ju keni parë dhe do shihni, këto janë arrestimet që ju u kanë vjedhur, u kanë vrarë, u kanë coptuar, u kanë lënë pa ujë, u kanë lënë të mos mbilni perime, të mos mbilni dritë, të mos mbilni fruta, po t'i sjellën nga Serbia, nga Greqia, të hani ushqimet e të tjerë. Që Shqipëria, unë kam vizituar të dashur bashkëdhetar shqiptar me specialista agronoma që janë vërtet agronom të aftë në tokën shqiptare. Pyetja ime përfundimisht ishte ke ata që toka shqiptare nuk e kanë fjalën për Maqedoninë, Kosovën, Malezi, po për ne në Shqipëri. U kam thënë sa persona mund të ndëmbajë toka e shqiptarëve, sa frymë të ushqejnë komplet. Më kanë thënë 20 milion. Ja pra të dashur shqiptar. S'ka ngelur në asë 900.000 veta në tokën e Shqipërisë. Kanë ikur, i kanë përzerë në mënyra të ndryshme. Arsyeja është sepse sjellën, siç thash më parë, dritë, perime, fruta nga jashtë shtetit. Me lloj-lloj fruta që s'kan test, s'kan fare shije, por të bëra me ilaç. Të dashur shqiptar, arrestimet do përfundojnë para se ne të bëjmë qeverinë teknike. Ne e kemi zgjedhur, po e kemi fjalën para se të shkojmë në pallatin e qeverisë të re për 3 muaj, pas 3 muaj të bëhet me president dhe deputet, 41 senator do dalin direkt nga populli, me parti o pa parti. Kush është i aftë, populli shqiptarët e zgjedhën, dhe deputetët dhe senatorët që do dalën, do t'jenë të aftë, që duan këtë kom, do t'jenë shqiptarë. Dikush mund të thotë, po janë e kemi 34 vjetë, deputetët janë shqiptarë, jo të dashur shqiptarë. Janë anti-shqiptarë. Kur ata lenë nënën, pa bukë, pa ujë, pa drita. Kur ata kushtetuta e tyre që do të hedhë në kosht të plerave, kushtetuta është në favor të tyre. Nëse një shqiptar o një nën komshia i shpije dritën, sepse ka ardhur koha e pishës, u apresën drita, detyrojnë ta futën nënën në burg. A e mbani mend nga Vlora, një nën që kishte bërë një kopsh të vogël me pula e arrestuan. Të dashur shqiptar, FBI-ja është, pavarësisht se quhet byroja kombëtare, kjo është FBI-ja amerikane, që ka ardhur të mësoj shqiptarët se si do veprojnë. Byroja kombëtare, po e them një herë dashur shqiptarë, se dofta nuk e dini. Sistemi dhe stili i arrestimit është si në Amerikë. Kur byroja kombëtare mbaron hetimin, pse në byron kombëtare duhet të jesh jurist dhe ekonomist. Ndjek paran, ekonomisti, në FBI, juristi jep dënimin, ja jep prekurori, do me thënë SPAK-ut, SPAK-u me një copletë, ja paraqit gjyqtarit për arrestim. Aty duhet filloj gjyqi. Kjo është taktika e Amerikës, dashur bashkëdhetar shqiptar. Për arrestimit do i bën FBI, siç e bëri Ilir Metës, siç e bëri edhe ati kryetarit bashkisë dhe këtyre që ka arrestuar këto ditë. Pra, të gjitha i bën FBI.
byroja kombëtare, kurse ne do të caktojmë kur të vi për 3 muaj qeveri teknike, do të jetë FBI-ja shqiptare. FBI shqiptare. Pra, kjo do të jetë dashur shqiptar. Unë i paralajmëroj gjyqtarët sa më parë. Kanë shumë gjyqe këto ditë. Unë nuk them t'i dënojnë sipas shefit, sipas ligjit, sipas informatës që i ka dhënë byroja kombëtare, e quajtur nga ju. Ju e dini mirë gjyqtar, të shumtin nga ju jeni pa diploma. Të shumtin nga ju prokuror jeni me diplomat e plepave. Ne i dim. Por nëse ju nuk i dënoni sipas ligjit, ju do t'jeni vetë në burg. Kjo është qëllimi im, gjyqtar. Uftoj dhe ju, gjyqtarët e pastër. Ju uftoj dhe ju, prokurorët. Nuk e kam fjalën për spaku. Prokurorët. Ju uftoj ejani më 13 qershor. Ejani të bashkohemi së bashku, t'i shihni emigrantët që janë jashtë adheut, emigrantët që punojnë natë e ditë, të vinë këtu. Kurse ju të dashur shqiptar, i dëgjoni nga këto 2 partit të diaspora. Diaspora është fjalë e huaj të dashur shqiptar. Nuk është fjalë e mirë. Fjala shqiptare është emigrant. Janë jashtë adheut. Të dashur shqiptar, ejani më 13 qershor. E shikoni vetë më të djathtë. Andresën, ditën, 13 qershor. Shikoni të dashur bashkëdhetar sa e bukur është harta me kufi natyror, qamëri e bukur që e coptuan grekët. Kosovë e dashur që ka 26 ditë që nuk zgjedh dot as kryeministrin dhe as parlamentin. U kam thënë 1000 herë, vini flamur që u takon flamur e Shqipërisë. Ejani gjyqtar, ejani prokuror, ejani polic, a ditë gëzimi, a është ditë festimi, edhe dita e shënuar 13 qershor e kishës të Laçit, që njerëzit vënë me vite e mira e miliona njerëz. Ejani ditë e bekimit. Unë i paralajmëroj të gjithë fetarët, krishterët, katolikët, muslimanët. Ejani sa më parë. Ejani ta festojmë atë ditë e ta bekoni dhe baballarët. Ejani pra, jemi shqiptarë. Ejani tipni dorën prifti me hoxhën. Hoxha me baban. Kisha katolike me musliman. Tipni dorën njëri tjetrit, jemi shqiptarë. Të dashur shqiptarë. Nuk jemi katolik italian, po jemi katolik shqiptarë. E dini pse? Sepse 3 papët e parë të Romës ishin shqiptarë. Ne jemi musliman shqiptarë, nuk kemi turk. Po si mund të harrojmë ne? Skënderben e muar peng, erdhi që liroi Shqipërinë. Ne jemi musliman shqiptarë. Ne nuk kemi krishterë grek. Po ne jemi shqiptarë. Sepse shqiptarët kanë 3 fe. Këto 3 fe, dikur shqiptarët kur beshin pashkët, vinin muslimanët. Kur beshte Barjami, vinin katolikët e krishterët. Ti hapën dorë njëri tjetrit. Ti themi sërbit, ti themi katolizmit italian, që ne jemi shqiptarë. A e mbani mend papën kur erdhi këtu në Shqipëri? Po pse krishteri ishin ata vetëm katolik që janë 10%? Ishte të shqiptarë.
U habit dhe papa tha, o Zot, të Shqipëria me erdhi, e ditë që është musliman. Pra të dashur bashkëdhetar shqiptar, e ani sa më parë, do të dëgjoni muzikë shqiptar, i paralajmëroj e njërë, ka e 2 ditë, i paralajmëroj sa më parë të vinë artistët, të këndojnë këngën e Shqipërisë, këngën e patriot t'i bjenë qiftelisë, të dërgojnë zërin e vërtet se kush jemi ne shqiptar. E ani shqiptar, më 13 qershor, para Skënderbeut, mbani flamur shqiptar, flamur amerikan, se dikush nuk ka e ani në folesh e Shqipërisë, në Partia Shpresa Demokrate të mini flamur. E ani demokratë real. Kjo është folja e juaj. E ani me emër socialist, se ju nuk jeni socialist, se nuk e do njëri socializm. E ani në shpresa. E ani të bim Shqipërinë, dhe kush është mjaft të marrë detyrë për mbrojtjen e kombit. Natën e mirë të dashur bashkëdhetar shqiptar, dhe miru pafshim në festë. Në festën e çlirimit të Shqipërisë. Natën e mirë.